Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes nga kjo studio. Ju uroj që dita juaj të jetë e mbar, e bukur, e shëndetshme. Natyrisht ta fillosh ditën me pozitivitet, të jep një bonus të mirë. Ua, uroj këtë. Ashtu si që shpesh në më të shumtën e rasteve, këtu në studion Mirëmëngjes Shkodër, zërat që vinë, të ftuarit, aktiviteti i tyre janë mbreslënës. Dhe ndoshta ky është edhe ajo dëshira jonë për të sjellë në mikrofon vokacionin e atyre që ecin me ritëm zemre në punën e tyre. Shpesh kur flasim për mësuesit, kemi se çfarë të flasim për botën e tyre të madhe që u adhurojnë falas nxënësve. Por në shumë prej tyre, po të kërmojmë paksa, gjejmë një botë të tërë të punës, përpjekjeve, anës studimore, krijimtarisë së tyre. Çdo gjëje që i bën ato një personalitet në vete. E ftuara ime është një kapacitet kulturor. Ajo është mësuese në gjimnazin Jordan Misja, por në personalitetin e saj artistike, krijues dhe studimor, përmbledh shumë çka që lidhet me studimet, me botimin e një numri librash në fushën studimore, të cilat janë këtu në studion ton, por me krijimtarinë letrare dhe me kontributin në fushën pedagogjike, studimore, natyrisht, duke i qenë pjesë e ekipeve më të mira të botimeve të librave shkollor. Me mua, sot në studio, është doktore e shkencave të letërsisë Ermira Ymera. Mirëmëngjes përsërish, mirë se keni ardhur në studio. Mirë të është kënaqësi gjithmonë, ke një zë shumë të ëmbël që të zgjon edhe të jep kurajo për të diskutuar së bashku. Të falenderoj për ftesën. Është shumë kënaqësi, sepse të njohësh për një profesoresh si qeni ju, me këtë kontribut, me kontribute në fusha që lidhen me letërsinë, dhe me një aktivitet të zgjeruar për rreth saj, është një histori, do thosha. Janë gjurmë, janë përpjekje. Gjithmonë kam synuar tek vetja të rritem. Po jo të rritem si shtat, po të rritem në mendësi, në botë kuptim, dhe në çdo hap të kem të matjen time që kam bën kur kam qenë në shkollë të lartë, të kontriboj për një rritje time shkencore. Dhe si mundi ti arritur? Si mundi ti balanconi të gjithë këto fusha? Sepse ato vërtet kanë një emërues të përbashkët që lidhen me letërsinë më së shumti. Por janë drejtime që ushqejnë, që ndahen diku, që bashkohen përsëri, por që janë kontribute, apo jo? Në fakt, nëse do ta nisja që nga studimet e mia, ato janë tëra një strajc, do ta quaj një strajc ku futet dëshiria ime për to. Dhe aty unë gjej veten dhe mundësinë për të shprehur për misionin tim që kam, tash edhe një herë, misionin që ja kam vënë vetes për të bërë diçka, nëse preferohet edhe për lexuesin, pse jo. Por më së shumti, nëse i drejtohemi poezisë, ajo është një reflektim i botës time shpirtërore, është një pasqyrë e ndjesive të ndryshme që unë marr në realitet, dhe do e lija kështu si një xhep në strajcën e madhe të kontributit që unë jap në fushën e arsimit. E para për mua është kontributi në mësimdhënie, dhe më pas ajo për cilën unë jam përkushtuar që në 2009 studimeve të mia shkencore.
Si erdhen hap pas hapi pikërisht këto studime të veçanta? Unë dëshiroj të ndalem në këto kapituj shumë të rëndësishëm të kontributit tuaj, por duke qëndruar pikërisht tek kontributi në fushën e studimeve. Janë disa tituj shumë interesant, por që hedhin dritë mbi një punë edhe voluminoze tuaj janë Shtegtimi i miteve. Autor dhe vepra, studime krahasuese, balada si paratekst në letërsinë shqipe, motivi i ringjalljes, flijimit e incestit. Pra janë studime të mirëfillta shkencore që kanë të bëjnë me një punë të madhe, hulumtuese dhe studiuese, të cilën ju e keni bërë në vite dhe nuk janë shumë vite. Ju keni punuar me një ritëm të pandalshëm. Patjetër që po. Unë, sa po e thash, që në momentin që rinisa studimet, i kam nisur në fal kontributit dhe mbështetjes, jo vetëm të bashkëshortit tim, por edhe të miqve të mi, të cilët më shtyn që mbas një periudhe të gjatë kohore që i rrita fëmijë deri në moshën 5 vjeç, unë jam nënë e 3 vajzave. I paçi me je. Faleminderit. Në këto momente pastaj vendosa të rinis studimet pas universitare në Tiranë dhe më pas në Shkodër, ku rinisja edhe një herë ose vendosja edhe një herë në bankat e shkollës, por tashmë si e rritur dhe studiuse, më vendosja përpara një përgjegjësie. Sinqerisht është një përgjegjësie e madhe. Prandaj këto moshat e mëdha sa herë që rikthehen kanë një barë më të rëndë për një stat tjetër. Edhe një stat tjetër përfaqësimi dhe gjithçka u morë shumë seriozisht. Takimi me profesor të nderuar, duke filluar që nga profesorët e Shkodrës, Ledri Kurtin, e cila ishte vetmja që kontribuoi në hapjen e studimeve pas universitare në Universitetin e Shkodrës, master i cili më pas besoj ka patur fatin të mbyllet për mos frekuentim. Dhe pastaj takimi me profesor të nderuar të Universitetet të Tiranës dhe të huaja, të cilët vinin, në ngjizën dëshirën për të vazhduar studimet, sepse ato e panë, mund ta them, edhe atë shkëndijën e studiusit tek unë. Ndaj këmbgulja e tyre më ka bërë që t'jem e përgjithshme dhe të mos kontribuoj thjesht sepse dua të bëhem me emër, por të kontribuoj se dua të jem brenda kësaj fushë të madhe, krahasuese, dhe të nxjerrë sa mundem ato tipare dhe të veçanta të letërsisë sonë shqiptare, duke e krahasuar jo vetëm me letërsinë e Ballkanit, por edhe me atë europiane. Ju keni marrë si pikënisje pikërisht gjërat e hershme të lashtësisë, mitet, baladat, për t'i krahasuar, për t'i lidhur dhe rilidhur me të tjerë hapa që letërsia më vonë bëri dhe eci duke formësuar pikërisht një... Në fakt produkti i librit të parë dhe i librit të dytë janë investimet që unë kam bërë në temën e doktoraturës. Është një zgjedhje e universitetit që vendos se për çfarë ne duhet të kontribuojmë në studimet e doktorale. Dhe profesori Ullheqës Shaban Sinani vendosi që unë të merresha jo vetëm me letërsinë shqipe, por të hulumtoja në thellësi, pasi gjithmonë shkrimtari nuk prek vetëm sipërfaqen e vet të realitetit të cilën ai lundron, por gjithmonë tenton kanonizmin dhe atë të hershmen, mitologjinë, për ta reflektuar pastaj në ndjesi dhe në përvojat e veta letrare. Kështu që këtu nisi edhe hulumtimi. A ishte edhe një dëshirë juaja pikërisht për t'ju drejtuar periudhave të hershme? Unë e dua letërsinë gjithkohshme. Çdo letërsi ka bukurinë e vet. Prandaj e dua profesionin, sepse lënda që jap është një dashuri me vete. Por hulumtimi të bën të kuptosh mendësinë
dhe rrjedhjen e kësaj mendësie në etapa të ndryshme kohore, ku t'isha gjurmë të tëra mendësish dhe thuam, i shef edhe të përsëritura në realitetin tënd, nganjëherë mendon sa pak lëviz bota, pastaj thua sa ritmet mua ka marrë, sa ndryshime janë bërë. Është një magji me vete. Pikërisht kjo ju bën që kjo lidhje, kjo thellësi, ndoshta ju bën që ju të ecni më pas në të tjera hulumtime dhe studime, siç janë studimet krahasuese të autorëve dhe veprave të tyre. Aty janë, mund të them, mbi 15 shkrimtarë shqiptar, të cilët më tepër i marrin autorët geg, po i quaj kështu autor geg, pa dashur të keq kuptohem se ato janë autorët e vendit tim, të gjithë pa përjashtim, të cilët gjurmohen në aspekte të ndryshme, duke hulumtuar në brendësinë e veprës së tyre, pa e shmangur edhe pjesën e krahasimit. Është katërshja e madhe e shkutranëve, Koliçi, Fishta, Mjeta, dhe të gjithë këto hulumtime nuk ndalen vetëm tek letërsia shqiptare. Unë vazhdoj me autorë dhe studime të prek edhe autorët shqiptarë që jetojnë në Kosovë, se nuk mund t'i quaj autor kosovar, prek edhe autorët e sotëm, siç është shoku im i dashur Ridvan Dibra, të cilin unë aty e kam në 4 veprat e tij të studiuara në thellësi, vinë shkrimtarë të ndryshëm, Samuel Beckett nga letërsia europiane që krahasohet me Anton Pashkun, sipas modeleve dhe shfaqjeve të tyre në letërsi, Fatos Kongoli, Ismail Kadare. Thash nuk mungojnë shumë autorë të cilët këmbvështrohen sipas tematikave të ndryshme, të cilët prullojnë pastaj edhe një aspekt studimi. Është një marrëdhënie e vazhdueshme, e përditshme, që ndjek hapat e kësaj letërsie, sa në thellësi, aq aktuale. Gjë që ju bën që të jeni shumë e prekshme në ndjesit, në studimet tuaja, në ecurinë e tyre. Pra, ka një rrjedhshmëri, gjë që bën që këto studimet jenë tepër komunikuese me të sotmen. Patjetër, nga të ndodh që kur ti lexon autorët, sepse do lexosh romane, do lexosh poezitë e tyre, dhe më pas do tentosh të herë të shfaqësh konceptet për cilat ti ke ndërtuar, të i argumentosh dhe t'i analizosh për t'ia dhënë lexuesit. Duke lexuar, shpeshherë atëherë kërkon një lloj ndalese, një lloj rimarrje tjetër, një lloj rebelimi tjetër që shfaqet pastaj tek poezia. Stacioni i dytë që i dytë për ju pak relaksues, shumë në thellësi mendimi, por edhe në një ndjenjë që ecën së bashku me ritëm zemre. Poezia është reflektive, është reaguese, është kundruese. Ajo që mua më vlen ta them, sepse nuk duhet ta shmang nga historiku i botimeve të mia, është parathënjet janë shkruar nga pedagogët e mi, të cilët kanë parë aspektet e rëndësishme për të vendosur edhe ato emrin e tyre në librat e mi, është Shaban Simani, Emin Kabashi, Matteo Mandala, të cilët më kanë mbështetur në historinë jo vetëm të botimeve, por edhe të studimeve të mia. I përshnes. Dhe duke ju drejtuar pikërisht krijimtarisë letrare, kemi tituj të tjerë që plotësojnë atë mozaik që akoma s'është plotësuar, besoj se do vijojnë. Zemër diptike. Nga Martin Cama ka lindur, pikërisht isha duke shkruar për dranën e Martin Camës një lloj studimi të veçantë, dhe titulli erdhi pikërisht nga disa poezi të tij, ku unë vëreja diptikun, atë dyshen, atë ngërthimin dysh të autorit, që u shfaq pastaj edhe në titullin e
Ciklet me poezi Pirgëdhimbjesh është vëllimi tjetër. Vëllimi i parë. Ky është vëllimi i parë. Ky është matja ime e parë me lexuesin. Ka patur edhe një promovim për këtë libër, një takim që shpeshherë në humor e sipër njerëzit thonë që është të tokim gotat dhe pastaj të pim një kafe, por në të vërtetë krijimi i çdo libri është gati si krijimi i një fëmie. Absolutisht. Ka historinë e vet, ka gjurmët e veta dhe ai është pirgëdhimbje sepse vjen pas humbjes së Timeti dhe ka pikërisht ato momentet ku oda e brendshme e zemrës tënde rre dhe vuan për mungesat. Ndaj ai libri kushtohet Timeti, i pari. Ndërkohë që përsëri krijimtaria vazhdon me grua në kohën e burrit. Është titull interesant në fakt. Po. Arsyeja e vendosjes së këtij titulli ka ardhur nga një varg dhe një poezi e imja që vërtet reflekton ato që ne dëgjojmë shpeshherë në një pozicion të caktuar. Studiet tona, në televizionet tona ku dhuna e përhershme ndaj grave, trajtimi i gruas me një lloj neveritje që as vetë nuk e kuptoj, që nuk është bën shumë aktual. Gati e gjithhershme ky pozicion i nënvlerësues i Joni, gjithmonë të paragjikuara, gjithmonë të cënuara, sikur ne mbartim në shtëpinë atë mëkatin e hershëm të Evës dhe vazhdojmë të ndjejmë se jemi gjithmonë mëkatare, por ndërkohë jemi krijuese. Dhe kjo duhet na bëjë të ndjehemi të forta për të përballur me këtë realitet. Përsërish unë do të dëshiroja të lexoja disa nga vargjet tuaja. Faleminderit. Kam zgjedhur një poezi. Për mua është befasi të ta dëgjoj. Po e shkruaj një letër gjatë. Heshjen të pazami jetën e tjerëve. Një letër që flet sa tan gjembat që pas shpinët shpojnë. E heshtja i kthen në lule që shpirtin zbukurojnë. Po i shkruaj një letër të gjatë etjes, me u liru prej urisë për butësi, e një rrëfim shpirti të zhytur në varfnin e bjerrun të kujdesit, që heshtja e kthen në anje e mirësi. Po i shkruaj një letër të gjatë buzëqeshjes së dhimbjeve, një varg lirik që i kënon dritës e ecjes, në ditë humbuna, e në heshtje mbulohen në puthje jete. Po më pëlqeka. Ndoshta keni provuar që këtë vargje të mi lexoj dikush, po prandaj po më pëlqen, sepse kur e dëgjon nga të tjerët e tjerë, ke atë ndjesinë e dyfisht, edhe të mendimit që të vjen nga ajo që ke krijuar në ato momente, po pastaj edhe kur ti e dëgjon, sidomos kur ti e lexon aq bukur, ndjehesh mirë. Edhe tash po pëlqej. Kisha shumë emocione para jush. Në fakt, ju e keni këtë mundësi, sepse përveç një lexuesi të padukshëm, ju keni nxënësit që i keni pasqyrën e punës suaj të përditshme, atë dashuri që komunikoni dhe që derdhni pikërisht atë në sofrën e madhe të punës së përditshme, që merrni, jepni, që komunikoni. Të gjitha këto futen aty tek. Ajo është trekëndshi. Trekëndshi në cilën e sillemi çdo ditë, kalon gjysmën e jetës në shkollë. Të flasësh për shkollën. Jordan Misja ka historinë e vet dhe historitë që kanë shkruar emrat e mësuesve, por njëkohësisht edhe emrat e nxënësve, të cilët në jetë janë bërë dikush. Ndërsa aktualisht ka vite që shkollës tonë do t'ja shkruaj një emër, po një emër shumë më të madh se sa gjithë shkollat e tjera, të cilët kanë fatin ndoshta të kenë fëmijë nga familje që i mbështesin fëmijët e tyre, i ndjekin fëmijët e tyre dhe merren me kujdes me zhvillimin e fëmijës. Ndërsa në shkollën tonë kemi fëmijë me shumë probleme sociale, ekonomike, dhune, dhe ajo që ne marrim përsipër të bëjmë është, nuk mund ta quaj vetëm thjesht një akt heroizmi, nuk do të mbrija këtu,
është një detyrë e jona, por është një detyrë me një përgjegjësi shumë e madhe. Për vetë faktin se të merresh me të trajtosh, të duash, t'ju shfaqesh dashurinë, t'ju shfaqesh mbështetjen, pikërisht këtyre fëmijëve të cilët në çdo moment qoftë edhe një ngritje krahu që ti e bën për ta mbështetur, ai e merr si ndoshta si një lloj goditje, të bën të mendosh dhe të reflektosh se sa shumë ti duhet bësh për të nxjerrë këto në jetë, për të bërë që të mos braktisin shkollën, për të bërë të duan veten, mbi gjitha duan veten, sepse janë fëmijë që rebelimin e kanë edhe ndaj vetes, pavarësisht atë rebelimin e madh që e kanë ndaj mjedisit, që i bën të përjetojnë zgjedhje që ato nuk i kanë të tyret, por i kanë të... Kjo ju vjen edhe para sfidash të veçanta. Patjetër që po. Patjetër që po. Ka ardhur një moment që vërtet shkollat të dallohen për shkak të vështirësive me cilat ndeshen. Unë mund të them që ka fëmijë, kur fëmijë të këqij, por fëmijë që për shkak të kërkesave të ndryshme psikologjike shfaqin reaksione, shfaqin reflektime, ndoshta edhe që vinë në një mas që ne nuk ndjehemi mirë me këto lloj shfaqje, por megjithatë ne jemi të rriturit. Asnjëherë nuk e harroj kurrë këtë fakt. Çfarë do sjellë që të ketë, unë jam e rritur. Unë jam ajo që duhet peshoj dhe duhet të mësoj edhe pak veten time se si të përballem dhe si të mos acarohem, sepse nga miqet e gjaku jemi, por kontrolli duhet vinë se ti e rritura përballë një fëmije që ka një hall, një problem. Keni raste të veçanta që mbas edhe ju mbesin në mendje gjatë? Shumë gjatë më mbesin. Janë dhimbje të cilat unë i provoj nëpërmjet shkrimit. Unë shpeshherë për të kuptuar botën e tyre i bëj që të shkruajnë ese. Dhe në rrita janë dhimbje të mëdha, të cilat lënë gjurmë, sidomos për ne që jemi nëna. Themi pastaj kur vim në shtëpi tek fëmijët, ndjes, themi që lumiu që ne keni ne që ju mbështesim, po e mbartim atë keqardhje pikërisht për këto fëmijë që nuk kanë mundësi ndoshta edhe të shehen, të vishen, që vinë me një xhup tërë sezonin, që nuk kanë kohën. Ka shumë. A është sfidë të kërkosh atyre të mësojnë? Në fakt mësuesi ka specifikën e vet dhe unë nuk e kërkoj të mësojnë. Unë i mësojmë bashkë aty. Në klasat e tilla ku vërtet kemi sfida me probleme të tilla, jemi ne ato që ndajmë eksperiencat dhe unë përpiqem t'i bëj të lexojnë diçka, ju lexoj diçka. Mundohem ta bëjmë simin që ato të ngulisin ato çka është e nevojshme, i bëj të diskutojnë, trajtoj tema. Është më e rëndësishme ky aspekt. Është shumë... Dhe ato bën lexues shumë të mirë, sepse kanë një diksion veçantë, burroror, dhe kur lexojnë ato atëherë kënaqen. Provojnë kënaqësi të vogla, por unë e kuptoj në sytë e tyre. Janë gjumë që besojnë mbesin gjatë dhe ndërtojnë ngrehina brenda shpirtit, gjë që i bën ata të jenë më të mirë me veten në radhë të parë. E vërejmë këtë. Ne marrim nga klasa 10 deri në klasën e 12 dhe i shoqërojmë. Në klasën e 10 është ai reflektimi për mos bindje për shkak të ndjesisë inferioriteti që ato i bashkëshoqëron. Gjithmonë e vuajmë këtë, se ato vinë me ndjenjen e inferioritetit. Në fakt nuk kanë pse. Që lidhen edhe me adoleshencën. Me adoleshencën, me mjedisin nga vinë. Në fakt, ajo që gjejnë është dashuria. Çdo kolegimi ka një mbështetje dhe shumë dashuri. Jo se jemi mësues, po në radhë parë jemi prindër dhe këtë lloj ndjesie ne e shfaqim. Prandaj na thonë shpeshherë që mësuesat e Jordanit janë shumë të butë, por në sens kur ato rriten deri në klasën e 12, ti ishe me sytë tu se si ato ndryshohen, dhe ndryshimi gjithmonë ka fitoret e veta, por ka dhe faktet, ka dhe të tjera të cilat betejë ne i humbim. Domethënë janë ikjet e tyre, janë largimet, janë gabimet që ato bëjnë rrugës, dhe por kur i takon më vonë pastaj thonë të mbaj mend apo
vjen keq që nuk të dëgjova fjalën, por nuk jam vonë, nuk jam keq, por jam mirë dhe kam reflektuar, kam bërë gjëra të mira, nuk kam bërë gjëra të këqija. Janë disa diskutime që kur i dëgjon ti merr mbushesh. Por jo për ta shoqërosur këtë realitet, por për t'ju drejtuar pikërisht aktivitetit konkret. Vetëm para pak ditësh, unë në studio kam pasur të ftuar një prej nxënësve tuaja. Ajo ishte fituese i një debati të zhvilluar një projekti të zhvilluar ndërmjet 4 vendeve ballkanike dhe fituese. Izuela, nxënësja juaj në vendin e parë, por dhe një nxënëse tjetër, Edona në vendin e tretë. Kjo do të thotë që ju ndërtuat një skuadër që konkuroi dinjësisht dhe u vlerësua. Janë pikërisht këto aktivitete që jo se mbyllin deri në klasës, po hapin akoma më shumë për të shpërthyer në ndjesi që lindin pikërisht në atë bazë. Atëherë, do më lejosh se ne jemi shkollë fituese e projekteve të ndryshme që zhvillohet nga Rajko. Rajko është një organizat që mbledh gjitha vendet e Ballkanit dhe i jep mundësi shkollave që të gjejnë drejtuesin, sepse nuk kemi të drejtë për sa kohë që na mungon NIPT-it, nuk kemi të drejtë të zhvillojmë projekte të drejtë për drejta, nuk kemi shkollë me fonde të veçanta dhe kjo na detyron që shpeshherë ne të marrim një organizat që na udhëheq pastaj në idetë dhe projektet tona. Ishit ju profesoresh që kontaktuat, që e gjetët këtë dritare, këtë mundësi komunikimi? Po. Në fakt, Rajko të jep mundësinë, sepse aplikon dhe afishon tërkohën dhe gjitha thirrjet që bën, dhe thjesht duhet të gjesh organizuesin në momentin e duhur, kohën e duhur, por të japësh idetë dhe mendimet e duhura. Ndaj, kjo shprehje drejt për drejt e interesave të shkollës sonë, gjendja e shkollës sonë, dëshira e imja që këto nxënësa të shohin përtej mjedisit të tyre, të shohin mendimin e tjetrit, të shohin tjetrin në sy dhe të dinë ta pranojnë, më shtyu që ta përfshi shkollën time në këtë projekt dhe nxënësit kanë 2 vjet që merren, pra edhe në klasën e 11, përsëri këto nxënës kanë qenë një grup tjetër një javë bashkë me mua në Tiranë, ku bashkë me shkolla të ndryshme nga 4 vendet e Ballkanit dhe 5 në një rast tjetër kanë bashkëpunuar për të nxjerrë në pam pranimin e tjetrit, por edhe shfaqjen e vetes. Ajo që kisha më dëshirë është që gjithmonë ato mjedis, pra ne vetëm ne ishim më shqiptar, dhe kosovarët, patjetër ju kërkojnë ndjes nga Shqipëria dhe nga Kosova, por nga vendet e Serbisë, Malëtezi, Bosnjës, Hercegovinës, dalloja se pavarësisht ndoshta edhe mungesës se gjithçka bëjnë në anglisht, mungesës së shprehurit në gjuhë të huaj, ato arritën të shpalosnin veten dhe në fund krijuan një lloj miqësie dhe një lloj lidhje adoleshentësh, por që ka shumë domethënie. Pranuar njëri tjetrin pa paragjykime dhe kjo ishte ai qëllimi jon. Ti bënim nxënësit, pra gjithë ne si kolegë, si mësues të rritur, kërkonim që ato të dinin se që është paqja me veten dhe pastaj paqja me tjerët. Dhe ju vazhdoni, profesoresh, vazhdoni me këtë komunikim, me këtë hapësirë që jep mundësia për të bashkëndikuar. Aktualisht unë kam një zhvillim të tjetër trajnimi me Rajkon dhe UNICEF-in, jam përzgjedhur nga UNICEF-i, kjo fal Rajkos, e cila më ka rekomanduar tek UNICEF që të jem mësuesja e përzgjedhur nga Shqipëria, për të marrë një trajnim tjetër 2 javor nga trajnues të vendeve të ndryshme. Jemi mësues të përzgjedhur nga gjitha vendet e Ballkanit dhe trajnuesja na trajton probleme të ndryshme sociale që ne i përkasin pikërisht problematikave të shkollave tona dhe së fundi jemi duke u trajnuar për aspektin e njohjes së brendësisë së nxënësit
për të mos e paragjykuar atë. Është një fushë shumë interesante, për cilën unë me zi shpres ta mbaroj me datën 18 dhjetor. Ajo është ka fundin e vedesancët e fundit, ku unë do shpalos qëllimet se çfarë dua për shkollën time Jordan Misja. Dhe pres që të fitoj përsëri. Është një motor i bukur, besoj, brenda vetes. Gjithçka është vullnetare. Asgjë s'ka kompensim. Pra është koha ime që merret, është koha familjes time që merret, në qëndrimet të tëra që janë 3 orë nga 3 orë. Është një dashuri e madhe, por që e bëj vetëm se nëse unë arrit ta fitoj këtë projekt dhe ta sjell të shkollat, fituesit nuk do jem unë, do jenë nxënësat e shkollës time. Jashtëzakonisht bukur. Përsërisht Ermira, ju keni përsëri një kënd tjetër për të plotësuar personalitetin tuaj. Përveç fushës studimore, fushës së krijimtarisë letrare, ju kontriboni në fushën pedagogjike, pikërisht në fushën e botimit të teksteve në Mal të Zi dhe Shqipëri, si trajnuese, udhëzuesve të nxënësve, por edhe në një vjushmëri të pikërisht të punës pedagogjike me ta. Unë këtu kam 2 tekste tuaja, të cilët janë të botuara dhe përdoren në Malin e Zi. Po. Është përsëri një histori tjetër e kontributit të teksteve. Në fakt, unë jam mirënjohëse bashkëpunimit me kolegët në Malin e Zi dhe mirënjohëse dhe grupit të përzgjedhësve, recenzuesve, të cilët kanë parë që ajo që ne ndërtuam për klasat e treta të kalonte pragun dhe të bëhej i lexuesit të vogël të klasave të fillore në Malin e Zi. Dhe kam kënaqësinë në fakt që ne jemi mësues shqiptar që për herë të parë në fakt mbërrim në Malin e Zi duke konkurruar ndenjësisht me shumë autorë të tjerë dhe duke u bërë pjesë e kurrikulës edhe të Malit të Zi. Besoj, librat flasin vetë. Është kontributi juaj, por dhe kolegëve tuaj në klasat e tjera kemi kontribuar kryesisht nga Shkodra, jeni autorët e teksteve. Nga Shkodra janë Vjollca Osja, që është pedagogë në Tiranë, është Ermira Alia, më duket me tekstën e klasës së parë, dhe profesor Zjaja, që ka bërë klasat e 8 dhe 9. Pra, nëse është një zinxhir kontributesh. Po, do ishte e denjë që jo të falenderoheshim, por të na merren parasysh. Mos të harrojmë që po çojmë punën tonë, po çojmë edhe në Mal të Zi. Nxënësat nuk është se do të shohin autorin se kush e ka bërë librin. Janë kolegët tanë të cilët të mësojnë bashkë me ne, të mësojnë fëmijët e Malit të Zi që mësojnë shqip. Dhe kjo na bën të ndjehemi krenar, që ne dimë të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, dimë të përcjellim tek njëri tjetri. Por jo vetëm kë kontributën në fushën e pedagogjisë, ju vazhdoni punën për udhëzuesin e nxënësve për klasat e 10-ta deri te 12-ta në letërsi. Duke patur besimin edhe të Rita Petros, drejtores së shtëpisë botuese Albës, unë kam vite që bashkëpunoj me shtëpinë botuese Albës, duke qenë trajnere e metodologjisë së mësimdhënies dhe njëkohësisht duke qenë edhe hartuese e librit të mësuesit letërsia me zgjedhje e klasës së 12. Gjithashtu kam marrë pjesë edhe në hartimin e disa temave mësimore për librin në Kosovë, bashkë me shtëpinë botuese Albës. Letërsinë e rilindjes europiane në tekstet e gjimnazit në Kosovë janë të mijat, kështu që një bashkëpunim i mirë dhe besim i denjë me shtëpinë botuese Albës. Por nuk ndalem vetëm këtu.
po më duke sikur po mburren me. Jo, më bën përshtypje. Në fakt, mësimdhënia është një tjetër këmbgulje imja. Do të thotë që në 2013 ndrimi edhe mënyrës e mësimdhënies, futja e kurrikulës së re, që gjithmonë çdo gjë e re që futet ka të muret e veta, përplasjet e veta. Më shpejti thuhet jo, se sa të thuash po. Çdo gjë e re që vjen. Më bëri të hyj dhe të studioj me hollësin gjithçka që kjo kurrikull do t'i ofronte nxënësit. Pikërisht ajo mënyrë se si kjo kurrikull të lejon të shohësh nxënësin, pavarësisht kompleksiteteve dhe ideve të shumta që ne nuk kemi klasa për të zhvilluar të mësuarit me kompetenca, nuk kemi mjete mësimore. Këto nuket, shpeshherë më bënin të hyja dhe të mendoja pse nuk gjejnë atë që kam gjetur unë, atë lloj pranimi që kam gjetur unë, ose atë lloj dëshire për të parë se shiko, mund ta bësh në një mënyrë tjetër, po asgjë s'është e pamundur. Nëse ti ti e nisë ditën sot që kur merr gjëra pozitive është një bonus për ty, të dëgjova tek e the. Dhe ndaj po them që në momentet në të cilat ne i pranojmë gjërat, pa menduar johin, por pranojmë për të bërë, për të kërkuar atë mënyrën dhe mundësinë për ta zgjedhur tek vetja dhe tek tjerët, unë besoj se gjërat ecin. Prandaj unë si kam thënë jo, asnjë momenti në të cilin kam patur për t'u angazhuar. Në asnjë moment nuk kam thënë jo kur më është besuar një punë. Në asnjë moment nuk kam thënë nuk mundem, edhe nëse më është dashur të sakrifikoj shumë çka nga familja ime e shtrenjtë, por vetëm kam gjetur sensin që t'i them, po, do t'a bëj. Dhe kjo do t'a bëj, më ka bërë që t'a bëj. Profesoresh është një bibliotekë në vete, kontributi juaj i deri tanishëm. Dhe gjithë kjo në harkun kohor të, po e them 10 vite. 10 viteve. Gjë që do të thotë edhe me mendimin tuaj perspektiv për angazhimet që keni, është një ecje pandalshme. Do doja të dija si e programoni veten dhe kohën për t'i dhënë pjesën e secilit nga të gjithë këtyre prurjeve në këtë det të madh pune. Kur unë punoj me shumë këmbgulje, harroj të gatuaj. Harroj të bëj gjëra që duan. Ke mësuar vajzat mbase? Që të kompensojnë pjesët e tjera. Në fakt ato të trija janë studente dhe kanë angazhimet e tyre personale. Do më duhet mu që ta bëjnë edhe gatimin edhe larjet, me gjitha detyrat që na duhet. S'po ankohem. Në fakt ajo që arrit të komunikoj me pjesë veçanta është shfrytëzimi i kohës. Unë shfrytëzoj kohën. Kur jam në shkollë, kur jam pushim, vetëm punoj. Kemi orare të tilla që do thotë kam mësim orën e parë, në orën e dytë, të tretë, aty bëj detyrat e shkollës, bëj gjitha korrigjimet e mundshme, kryej dytaret, çka është për shkollën, dhe më pas qëndrimi më tutje e shfrytëzoj që të qëndroj në një ambient në shkollë dhe të punoj. Punoj në çdo hapësirë time të kohës, edhe punoj shumë edhe në orët e vona, ku aty është maksimumi i qetësisë. Në këtë habitat pune, prurjesh, informacionesh, produktesh, unë besoj se ka shumë dashuri. Dashuri që lidhet me marrëdhënien tuaj, së pari me marrëdhënien njerëzore, e më pas me ato ngasje të brendshme që shpeshherë ju njërës apo tjetrës i jepni prioritet. Besoj se edhe duke u nisur nga krijimtaria, e cila është e bollshme, krijimtaria letrare në vargje, shpesh nxjerrin krye dhe bulojnë lule të freskëta që e zbukurojnë dhe të japin një impuls për të nisur ditën dhe ose për ta vazhduar atë me një hap dhe ritëm të ri. Kjo është
dashuria, motivimi, puna, kontributi dhe produkti natyrisht, apo ja, profesoresh? Merita, po të na mungon të kjo ndjenë, unë besoj se do ishim makina, që vetëm frymojmë në këtë mjedis. Është kjo lloj ndjesie që u shehet herë me fjalën, që unë e dua shumë, por për mikën time të ngushtë dhe për shumë të tjerë thotë që është vepra. Dhe pikërisht kjo lloj kundërshtie na bën që themi që fjala edhe vepra le të ecin bashkë, le të udhtojnë tek unë dhe shpalosin ato për cilat unë do të ndihesha mirë me veten, por mirë edhe me tjerët. Profesoresh Ermira gjeneron ide, merr hapa, projekte, realizon. Kjo është ajo hapja e madhe e krave të saj që i mbulon këto vepra të prekshme, të dashura, më së shumti nxënësit, njerëzit, më së shumti veprat e saj, studimet aq të dashura që ajo ka, por edhe krijimtaria. Profesoresh, unë të falenderoj shumë. Shumë që na solli këtë informacion kaq të bukur, por edhe frymëzues. Sepse vetëm nëse ke një impuls të brendshëm dhe siç thatë ju mundem, do të realizohen të tilla produkte që mbesin dhe kanë vlerë të veçantë. Njeriu ka gjithmonë ecjen e vet. Asnjëherë nuk mund të ecim me patericat që mund të marrim muha tjerëve. Ndaj për sa kohë që unë do ecë mbi këmbët e mia, do të kem vetëm një kërkesë ndaj vetes. Bëj çka di të bësh më mirë. Bëj çka di të bësh më mirë. Le të jetë kjo një moto e shtuar e kësaj dite për të gjithë ju që na ndiqni nga profesoresh Ermira Mymeraj, e ftuara ime e këtij mëngjesi. Ju falenderoj, profesoresh që ishit në studion Mirëmëngjes Shkodër, ju falenderoj ju që na ndoqët në këtë mëngjes shkodran. Paçim bashkësi. Shkëmbësi. Faleminderit.